Ti momentit tashëm, ti horizontit të ri që mund të adoptojmë së bashku. Le të kujtojmë fjalët e Jean Monnet, një prej etërve themelues të Europës. Njerëzit e pranojnë ndryshimin vetëm kur përballen me nevojën dhe e shohin nevojën vetëm kur ja beh kriza. E me qëra fjala, nevoja është këtu. E kriza ka ardhur tashmë. Ndaj le ta transformojmë nevojën në vizion dhe krizën në krijim. Yes. Nëse kishit nevojë për ilustrim të krizës, sapo e pat. Let us open this new frontier not with Le ta çelim të horizont të ri, jo vetëm me deklarata, por me vepra. Le ta vërtetojmë që me disa alpeve e Gjeut ka ende hapësirë për Europën që të rritet, e të bëhet më e urtë, të rritet më shpejt, të bëhet më e lirë. E në këto linja, më lini të citoj presidenten tonë Ursula von der Leyen, e cila në fjalën e saj për gjendjen e Bashkimit Evropian e bëri shumë të qartë. Europa do të ecë gjithmonë më mirë kur ne të punojmë së bashku me partnerët tanë, me fëmijët tanë, me ata që ndajnë shpresat e historinë tonë. Kështu që le të punojmë së bashku, jo vetëm për Europën që kemi trashëguar, apo për Europën që kemi ëndrruar, por për Europën që ende mund ta imagjinojmë së bashku. Faleminderit. Thank you. Thank you. Thank you to Faleminderit kryeministrit Edi Rama që e çeli këtë forum investimesh të BE-s Ballkanit Perëndimor me këto fjalë që ishin kaq të fuqishme sa që edhe tabela nuk u rezistoi dot. Ra nga podiumi. Një mënyrë e fuqishme, dominuese fjalët që thatë për Shqipërinë, por çka është më e rëndësishme për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Dhe vërtet si dikush që ka qenë 3 herë në këtë vend mrekullueshëm, mund të vërtetoj atë çfarë ju keni thënë për mikpritjen e jashtëzakonshme dhe ushqimin që ky vend ka për të ofruar zonja e Zotërinj.